Në Pogradec, Bashkia dhe Drejtoria e Shërbimeve Sociale në bashkëpunim me organizatën ASDO zhvilluan ditën e mërkurë një aktivitet të dedikuar ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara. Aktiviteti u mbajt në ambientet e qendrës multifunksionale të fëmijëve dhe kishte si qëllim promovimin e të drejtave, mirëqenies dhe rritjen e ndërgjegjësimit për rolin dhe sfidat e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri. Gjatë aktivitetit u theksua se kjo ditë shërben si një kujtesë e rëndësishme se diversiteti është një vlerë e madhe për komunitetin. Përfaqësues të institucioneve nënvizuan se një shoqëri bëhet më e fortë dhe më e drejtë kur u jep mundësi të barabarta të gjithë fëmijëve për të rritur, për të zhvilluar potencialin e tyre dhe për të ndjerë të vlerësuar. Kjo ditë le të shërbejë për më shumë, për të dhënë më shumë ngrohtësi, për të pasur më shumë buzëqeshje. Duhet ta bani mend, një gest i vogël është një fitore e madhe me këta fëmijë kur vlet me shumë dashuri. U theksua gjithashtu se çdo fëmijë, pavarësisht aftësive apo vështirësive që mund të ketë, meriton dashuri, mbështetje dhe qasje në një edukim cilësor. Institucionet kanë detyrim të sigurojnë shkolla më të aksesueshme, komunitete më gjithëpërfshirëse dhe shërbime të orientuara realisht drejt nevojave të tyre. Organizatorët bën thirrje që 3 dhjetori të shërbejë jo vetëm për reflektim, por edhe për veprim të përbashkët nga profesionistët, institucionet, prindrit dhe vetë qytetarët, për një shoqëri ku asnjë fëmijë nuk lihet pas dore dhe ku çdo talent ka mundësi të çelet.